Lëvizja Kush e ka radhën ka protestuar sot para kuvendit duke kërkuar drejtësi pas tragjedisë në diskotekën Puls në Koqan, ku humbën jetën 59 persona. Ata në mënyrë simbolike kishin sjell ulëse dhe pankartë në të cilën shkruhej: "Kuvendi është në seancë, ju lutemi për zhurmë", pasi deputetët kishin anuluar të gjitha aktivitetet në kuvend pas ngjarjes së trisht. Borjan Eftimov nga kjo lëvizje tha se si qytetar janë të frustruar nga mosveprimi i kuvendit. Ne si qytetarë jemi të frustruar nga mosveprimi i kuvendit. Jo vetëm këto 2 javë, kuvendi ka qenë pasiv edhe më herët. Kur deputetët të shkojnë në pushime, kemi vendosur që të mlidhemi dhe të diskutojmë për problemet. Ai u bëri thirrje institucioneve që në mënyrë transparente të publikojnë dokumentacionin për funksionimin e diskotekës Puls. Kërkesa i është dërguar Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Inspektoratit Urbanistik, Pushtetit Lokal në Koqan, Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Drejtorisë të Hyrave Publike dhe Organit Konsultativ për Preventiv në Koqan. Ne po kërkojmë që të publikohet dokumentacioni për të parë nëse është bërë ndonjë mbikëqyrje ndër vite që kur ka funksionuar diskoteka. Nga lëvizja Kush e ka radhën kërkuan publikimin e dokumentacionit edhe për rastet si Besa Trans, Durmoturs, Onkologjisë dhe Spitalit Modular. Sistemi nuk funksionon dhe publiku nuk është plotësisht i informuar, me qëllim që të mbrohen individët apo grupet që sunduan vendin, than ata.